Mirëmbrëma. Sonte emisionin do ta bëjmë nga zyra e presidentit të Republikës Kosovës, zonën Vjosa Osmani. Është kënaqësi ta kem në këtë intervistë të parë pas zhvillimit të fundit, kur parlamenti në fakt ka veç shpërndar veten, duke mos zgjedhur presidentin e Republikës në afatet kushtetuese. Presidentja e Republikës ka bërë njoftimin, mazhranca e ka akuzuar se nuk ka të drejtë ta shpërndajë parlamentin, ndërkohë që presidentja do të sqarojë kushtet mbi të cilat e mori këtë vendim dhe nëse realisht është një vendim kushtetues apo është një zbardhje e asaj çfarë parlamenti i bëri vetes pra për rishpërndarjen. Sot gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim. Ka shumë pyetje mbi raportet e Vjosa Osmanit me Albin Kurtin gjatë këtyre 5 viteve, mbi arsyet e mos rikandidimit, mbi takimin e famshëm në Davos me presidentin Trump, mbi takimin me presidentin Trump dhe kryeministrin Edi Rama, i cili u vetë ofrua në fakt në takimin në Washington DC, takimin e presidentës para pak ditësh me sekretarin Rubio dhe angazhimet e Vjosa Osmanit pas mbylljes së mandatit kur dihet se është edhe 30 ditë presidente. Zonja presidente, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët edhe ju në presidencë. Mirë se gjeta, të falenderoj shumë që ma dhatë mundësi për këtë intervistë. Besoj do të jetë intervistë drejt për drejt, pyetjet dhe këmbgulja ime do të jetë shtërruese. Edhe unë besoj dhe shpresoj që të jetë e tillë. Zonja presidente, debati sot është nëse akti juaj për shpërndarjen ose po e them për njoftimin e veçshpërndarjes parlamentit është kushtetues apo jo. Sot vetëvendosja mazhranca ka treguar në gjykatën kushtetuese dekretin tuaj si antikushtetues. Gjykata kushtetuese nuk ka marrë vendimin, e ka regjistruar çështjen. Por para se t'ju pyes juridikisht edhe si juriste, por edhe si presidente, çfarë ju shtyu në këtë vendim, a mund të prisnit më shumë? Dua t'ju kujtoj, a e keni pyetur veten gjatë këtyre 2 ditëve? Në kohën që në këtë zyrë, presidenti ishte Hashim Thaçi dhe fliste për ndarjet e Kosovës, Albin Kurti si shefi i grupit më të madh parlamentar, por edhe si kryeminist më vonë, nuk e dërgoi kurrë në gjykatë kushtetuese deklaratat e presidentit apo tentativat në atë kohë për korektim kufish. Ndërkohë që një dekret tuaj apo një zbardhje vendimit të parlamentit për të veçshpërndar e dërgoi më njëherë. Para se të më sqaroni juridikisht, a keni menduar gjatë këtyre 2 ditëve, çfarë bën partnerin tuaj, po them dejmë sot, gjatë këtyre 5 viteve, partnerin më të suksesshëm politik, t'ju dërgoj ju në gjykatën kushtetuese dhe të hesht për ish presidentin Thaçi? Natyrisht që kjo është një pyetje vazhdueshme, sidomos duke e ditur që sa i përket dekretit për shpërndarje, ajo në asnjë moment nuk ka qenë dëshirë e imja, por detyrim kushtetues, obligim kushtetues, një formalizim do të thoja i një fakti ekzistent i cili qartë parashihet në kushtetut dhe për të cilin ne të gjithë skena politike kemi pasur qartësi të plot kushtetuese deri në natën e fundit. Pra në qoftë se ishin një deklaratat publike, qoftë të kryeministrit Kurti, qoftë të zyrtarëve të tjerë të partisë më të madhe në vend, qoftë edhe çdo zyrtari tjetër institucional apo edhe të opozitës, që të gjithë një zër janë pajtuar që në qoftë se nuk kemi president me 5 mars, atër vendi automatikisht shkon në zgjedhje, ka shpërndarje të parlamentit. Pra ky është një fakt kushtetues që më herët asnjëherë nuk e ka kontestuar askush. Mirë po, pra vetëm ta sqaroj, pra ajo çfarë kam firmosur unë ka qenë thjesht formalizim i një gjendje kushtetuese ekzistuese dhe sikur unë mos ta bëja, është e qartë që do të isha në shkelje kushtetuese, gjë të cilën nuk mund ta lejoja. Mirë po në anën tjetër, unë mirëpres cilin do vendim të gjykatës kushtetuese. Në ditën kur gjykata do ta sqarojë kushtetueshmërinë e këtij dekreti, do të sqarojë një situatë e cila do t'i shërbejë Republikës së Kosovës dhe interesit publik edhe për gjeneratat që do të vinë pas nesh. Sepse nëse dikush ka paqartësi rreth kësaj pune, edhe pse unë nuk kam fare, dhe ky nuk ka qenë një vendim që unë e kam marrë vetë, por pasi kam konsultuar 10 jurist, edhe nga kabineti im edhe jashtë kabinetit tim, dhe që të gjithë një zëre e kam pas të njëjtin vlerësim. Po në qoftë se dikush ka qëndrim ndryshe, kjo është krejt në rregull, sepse prandaj Kosova është demokraci, dhe ju e dini që ka diku mbi 20 raste të ndryshme.
ku gjykata ka konstatuar se qeveria e ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se kuvendi e ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se kanë shkuar përtej kompetencave të tyre. Dhe gjitha këto ne i kemi parë, do të thoja deri tani, brenda normales, A është e lirë gjykata kushtetuese, zonja presidente, a është e lirë në gjykimin tuaj gjykata kushtetuese të marrë një vendim të pavarur? Gjykata do duhej të ishte e lirë. Unë shpresoj që askush mos të tentoj që të ushtroj presion mbi gjykatën, sepse ky është vërtet një vendim i rëndësishëm, dhe sikur unë mos ta nxirrja dekretin tim, gjykata nuk do të kishte mundësi që të merrte vendim vetëm në bazë të lëndës që është dërguar nga lëvizja vetëvendosje një natë më parë, rreth mesnatës, për shkak se ajo nuk ka objekt, se s'kishte vendim të kuvendit për të shqyrtuar. Kurse tani me dekretin tim gjykata do ta ketë këtë mundësi që ta sqaroj përfundimisht këtë gjë. Në një demokraci, në një shtet normal, të kesh interpretime të ndryshme të kushtetutës, është gjëja më normale. Pra, e tëra çfarë ka ndodhur është që unë kam një interpretim të kushtetutës, me cilin pajtohen të gjithë juristët që i kam konsultuar paraprakisht, e me të cilën dorën zemër janë pajtuar edhe gjithë politikanët, përfshi edhe vetë kryeministrin, deri në natën finale, e pastaj është konfirmuar edhe nga deklarata të zyrtarëve të ndryshëm të vetëvendosjes, të cilët e kanë sqaruar edhe pas dekretit tim, që pas datës 5 mars do të ishte e pamundur të zgjidhej një president. Pra, për ne këtu nuk ka paqartësi, por megjithatë cili do që do të jetë vendimi apo aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në fund, për ne është i mirëseardhur, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve tanë që mos binë prej e gjuhës së urrëtitjes. Është gjëja më normale në një shtet demokratik që institucionet të kenë interpretime të ndryshme, dhe siç e përmenda, kjo ka ndodhur me 10 raste më herët. Vetë fakti që vendimet të kësaj qeverie, ligjet të kësaj qeverie, të këtij kuvendi janë dërguar në gjykatë më herët, janë shpallur si kundër kushtetuese, është parë si gjë normale. Ka ndodhur edhe në të kaluarën disa herë, mirë po natyrisht prap shtrohet pyetja që e bët edhe ju vetë. Këtë sqarim që po e bëni, këtë përsëriti mesazh që ka ndodhur herë tjera që janë rrëzuar vendimet apo dekretet nga gjykata kushtetuese, dhe është normalitet në demokraci. Po i paraprini një vendimi kundër jush, që ju të mos marrni një farforën përgjegjësi morale, apo e keni bindje se rrëzimi i dekreteve nga gjykata kushtetuese është një normalitet në demokraci? Pra, e keni këtë frikë se gjykata kushtetuese mund ta rrëzojë dekretin tuaj? As pak nuk kam frikun, e tëra që pres është që gjykata kushtetuese të vendos në përputhje me parimin e integritetit, të profesionalizmit dhe interpretimin e kushtetutës në mënyrë të lirë e pa asnjë presion. Ne jemi të bindur që dekreti është në përputhje të plot me kushtetutën, por megjithatë, po e them kështu shumë qartë, unë nuk jam pejgamber që mos të bëj asnjëherë në jetë gabime. Prandaj ekziston gjykata kushtetuese. Prandaj ka ekzistuar gjithnjë. Prandaj edhe për president paraprak, edhe për kuvende, edhe për këtë kryeministër ka 10 raste kur ka vendosur se e kanë shkelur kushtetutën. Përderisa unë jam e bindur, vetëm duke u bazuar në interesin publik e ka marrë këtë vendim. Dhe siç e thash, nuk është ky vendimi im, ky thjesht është formalizim i një realiteti kushtetues të cilin e ka krijuar kuvendi dhe jo unë. Pra ky ka qenë vendimi kuvendit të Kosovës, nuk ka qenë vendimi. Një pyetje personale, se kjo është mjaft interesante, ky debati pse ka shpejt. Kam ndjekur deklaratë e kryeministit Kurti, të zëvendës kryeministit të Konjufca, të deputetëve të vetëvendosjes sistematikisht deri në datë 5, në rast se presidenti nuk zgjidhet deri në datë 4 mars, ne shkojmë në zgjedhje sepse mbaron afati kushtetues. Absolutisht, ashtu ka qenë. Por ka një gjë. Kjo mund të jetë një retorikë politike për të shantazhuar kundërshtarët që t'i detyroj që t'ja japin votën për presidentin që ai to. Një argument tjetër është argumenti kushtetues. Në aspektin e ngushtë politik Vjosa Osmanit, pas presidencës, më shumë do t'i interesonte zgjedhje pas disa muajsh, sesa zgjedhje për 40 ditë. Kur e morë këtë vendim, apo kur shpahet të vendim, nuk menduat personalisht. E para nuk do të krejmë këtë lloj konflikti ballor me vetëvendosin që i do gjithmonë zgjedh kur janë diaspora këtu, dhe e dyta jap kohë vetës. Nuk e menduat këtë gjë? Në asnjë moment, dhe nuk do të jetë ashtu as tashetutje përkundrazi, sikur dikush të mendonte që ky dekret është nxjerrë për ndonjë interes personal. Sikur dikush të mendonte që vërtet vlerësimi ynë ka qenë që bën të ketë edhe 60 ditë shtesë
a nuk do të më përshtatej pikrisht mua që ti kem edhe ato 60 ditë shtesë? Pyetja ime konkret është këtu, në interesin zonës president, në ndjes, interesi personal nuk ishte zgjedhja për 40 ditë. Jo pra, në asnjë moment. Po interesi personal nëse të vazhdoni në politikë është sa më shumë kohë për ju. Pyetja ime është, siç mund të pyes çdo gazetar, dhe a mos ndoshta ju mundi nervozizëm moment përballë interesit tuaj personal? Nuk ka këtu nervozizëm të momentit, sepse edhe arsyeja pse unë nuk kam dalë në publik deri pasi u kalua afati kushtetues ka qenë për shkak se unë nuk kam dash në asnjë moment të ndërhyj në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Ka qenë shumë e qartë që partia fituese ka vendosur të shkojë me emra krejtësisht të tjerë, që të përkrah emra krejtësisht të tjerë, që mos të përkrah kandidaturën time, dhe përkundër kësaj unë nuk kam dalë në publik dhe ta tregoj këtë fakt të mirëqen, të cilin unë e kam pranuar, po kam ngelur komplet e heshtur në mënyrë që ata vërtet në qetësi të plot të arrin një konsensus për cilin do kandidat që ata do të arrinin konsensus. Dhe unë kam qenë e bindur deri në momentin e fundit pajtim për cilin do emër. Dhe ju e dini kanë qarkulluar emra të ndryshëm, kryesisht nga parti të caktuara, mirë po në asnjë moment nuk kam ndërhyr, nuk kam dalë publikisht, sepse për mua ka qenë e rëndësishme që të kem mundësi që një presidenti të ri t'ja bartë detyrën, dhe këtë ja kam përcjellur edhe lëvizjes vetëvendose, që unë jam gati që jo vetëm t'ja bartë detyrën presidentit të ri, këdo që ata e zgjedhin, po të njëjtën kohë të jem kontakt i atij presidenti, edhe për muaj e vitet të tëra, t'i bartë kontaktet, t'i bartë të gjitha mundësit cilat i kemi ndërtuar bashkë me ekipin tim gjatë këtyre 5 viteve në presidencë, dhe të sigurohemi që projektet e rëndësishme që kanë filluar në mbështetje të Kosovës, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, t'ja bartin presidentit të ri. Pra të jem në dispozicion të plot të presidentit të ri, kushdo që do t'jetë ai. Kjo ka qenë ajo çfarë kam ofruar unë. E nesërmja, do thotë e nesërmja ka qenë nga mesnata, në fakt, detyrim kushtetues i cili do president që të nxjerrë dekret. Arsyeja e vetme pse unë kam dalur në mëngjes ka qenë sepse ne kemi pasur të paralajmëruar vizitën në familjen Jashari, dhe është dashur që të nisem nga Prishtina në orën 9 të mëngjesit, prandaj edhe kam dalë në konferencë rreth orës 8:45, sepse pastaj gjatë tërë ditës unë nuk do të kisha mundësi që të shpalos para popullit të Kosovës arsyet e këtij vendimi, i cili po e përsëris nuk ka qenë imi, është thjesht pasojë, është thjesht formalizimi një pasoje që e ka shkaktuar fatkeqësisht kuvendi, dhe kemi ardhur në fakt në këtë situatë pas një nevojë. Unë jam e bindur që kjo do të tejkalohej, por megjithatë tash jemi në një situatë krejtësisht tjetër, por ju e thatë me të drejtë. Në qoftë se vërtet do ta bëja një akt të tillë nga interesi personal, mua shumë më shumë do të më përshtatej, sikur t'i kisha 60 ditë shtesë për të biseduar sërish me partitë politike, duke filluar nga partia më e madhe, apo të shtyheshin zgjedhjet pafundësisht që unë në qoftë se e kisha pas për qëllim të marr pjesë në proces zgjedhor, të kisha kohë, të përgatitesha, të ndërtoja struktura, pra në asnjë mënyrë mua nuk më është përshtatur një proces zgjedhor në këtë moment. Njeriu i fundit të cilit do t'i shkonte në interes personal një dekret i tillë jam unë, dhe cili do që mendon me kokë të ftohtë, cili do që mendon racionalisht, do ta kuptoj kështu. Kthehemi tek thelbi ose tek surpriza e këtyre zhvillimeve. Në vitin 2021, Albin Kurti së bashku me ju mori rreth 50%, pak më shumë. Ju si deputete më e votuar në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, dhe bashkë me ju qeverisën. Ai mori qeverinë, ju presidencën. Në këto zgjedhje, edhe fal dekretit tuaj dhe akuzave të opozitës, që ka një farë logjike, duke parë tendencën e votat të diasporës, të cilat u lanë pikërisht për vit të ri, kur diaspora ishte këtu, Albin Kurti ka pisërisht 51%, por siç duket ai mendoi që kësaj radhe pa Vjosa Osmanin. Fakti që Albin Kurti nuk ju propozoi për president, a ka të bëjë me një ide të mundshme të tij? Jam duke parë dhe reagimet e zyrtarëve të vetëvendosjes, se kësaj radhe i mori 51% pa pas nevojën tuaj dhe s'ka pse u bën president. Po tash një pjesë e kësaj është pyetje që duhet ti bëhet vetë kryeministrit Kurti, mirë, po dua ta them qysh në fillim që asnjëherë
nuk e kam vendosur fatin tim personal para dedikimit për Republikën e Kosovës. Dhe ne vërtet kemi filluar bashkëpunimin edhe formalisht, se ne njihemi shumë më gjatë dhe kemi bashkëpunuar edhe kur kemi qenë në partitë të ndryshme. Në vitin 2021, për para kësaj çfarë ndodhi ishte që unë isha kryetare e kuvendit, e propozuar për kryetare të kuvendit nga partia të cilës i takoja në atë kohë Lidhja Demokratike e Kosovës si pjesë e marrëveshjes së koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje. Dallimi mes nesh ishte vetëm një deputet. Në vota ishte dallim shumë i vogël, diku mos gabofsha rreth 10-20.000 në qoftë se e kam të qartë. Pra 220.000, pala tjetër rreth 205.000-6.000 dhe ishte një momentum kur për shkak se tentohej që të rrëzohej qeveria Kurti, unë dola në krah të kryeministrit dhe ajo shënoi një kthes do të thoja historike në historinë politike të Republikës së Kosovës, sepse jo vetëm që u bashkuam rreth një kauze, por edhe votat tona u bashkuan, sepse si rezultat me 14 shkurt 2021 ne morëm diku 440.000 vota bashk. Dhe kjo rezultoi pastaj bazuar në diskutimin tonë, sepse edhe atëherë kemi pasur diskutim, marrëveshja me shkrim ka qenë për parime, që kryeministri u zgjodh kryeministër edhe me ato votat përbashkëta që i morëm, unë u zgjodha presidente dhe u dhoqëm këtë vend së bashku. Dhe tani para se të dalë unë publikisht. Por fituat bashkë. Absolutisht. 2021 fituat bashkë. Absolutisht. Para se të dalë kësaj radhe. Në këto zgjedhje. E ndihmuat apo fitoi pa ju? Nuk do të doja të hyj në ato vlerësime, qytetarët, votuesit e dinë shumë mirë se cili ishte koncepti politik, cila ishte kauza politike, cila ishte pasqyra për të cilën votuan ata. Dhe besoj për gjatë këtyre diteve e kam bërë këtë vullnet jashtëzakonisht të qartë. Arsyeja pse unë kam dalë publikisht në fund të këtij viti dhe kam thënë që synoj, në qoftë se është vullneti i deputetëve dhe vetëm qoftë se është vullneti i deputetëve, që të rikandidohem sërish, e para ka qenë vullneti i madh qytetar. Mira qytetarë të cilët na kontaktonin në baza javore, që kërkonin që të rikandidohem për shkak të punës në veçanërisht në fushën e politikës së jashtme, por edhe në fusha të tjera të ndryshme. Arsyeja e dytë ka qenë zotimi i vetë kryeministrit Kurti se do të më përkrahte në një kauzë të tillë, e cila është në interes të Kosovës, duke kualifikuar vetë që bashkimi ynë si binom është diçka për të cilën ka interes Republika jonë akoma. Ky është një angazhim publik i kryeministrit? Në takimin tonë, po flas për diskutimet tona që i kemi pasur. Kryeministri ju ka thënë që ju do jeni president? Po, që ne do të vazhdojmë bashkë si ky binomi që i dha shpresë Kosovës, duke e vlerësuar punën time deri në superlativ, duke thënë je presidentja më e mirë në shekullin 21, dhe që është në interesin e Kosovës. Në këtë zyrë? Edhe para edhe pas paka shumë i ka pas këto vlerësime, por me njëherë pas. Në kontekstin që është në interes të Republikës së Kosovës në qoftë se ne vazhdojmë kështu. Është në interes të Republikës së Kosovës që ne t'i bashkojmë forcat. Kjo është një moment që më duhet ta sqaroj. Tret me përmend para se të kthehem. Albin Kurti ju ka thënë pas zgjedhjeve që ju do jeni president dhe një presidente më e mirë e shekullit 21? Kemi diskutuar më shumë se si do të bëhen votat. Por po, këtë vlerësimin që presidentja më e mirë në shekullin 21 ka thënë edhe pas zgjedhjeve. Por arsyeja e tretë, se do të kthehem edhe një herë te zotimi, arsyeja e tretë është që do të thoja edhe më thelbësorja që më ka shtyrë që të shpreh interesimin, sepse natyrisht ne të gjithë e dimë që kjo varet nga vullneti i deputetëve, ka qenë hapja një kapitulli të ri të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me administratën Trump 2, të cilën do ta vlerësoja si administratën më pro-Kosovë, që nga koha e presidentit Bush, kur ne shpallëm pavarësinë. Administrata më pro-Kosovë, që Kosovës i ofron mbështetje të pakushtëzuar pa i kërkuar koncesione. Dhe kjo është një arritur historike, të cilën Kosova nuk do duhej ta lëshonte. Do t'ju pyes gjithësisht. Dhe do të hyjmë edhe te kjo. Pra këto kanë qenë tri arsyet.
vullneti qytetar, zotimi vetë kryeministrit se dëshiron ta vazhdoj këtë bashkëpunim në këto pozicione, dhe e treta, ky kapitull i ri me SBA-t që për mua ka qenë e domosdoshme ta vazhdojmë dhe kam besuar që një vazhdim i kësaj presidence do ta bënte pikrisht këtë, por bashkarisht me qeverinë, asnjëherë ndaras prej qeverisë e prej parlamentit. Sa i përket zotimit të kryeministrit, këtu të kthehemi. Po. Tek zotimi i kryeministrit. E ka mbajt këtë zotim dhe pas zgjedhjeve, po thoni. Pas zgjedhjeve në kontekstin që pas zgjedhjeve fillimisht është thënë që ne i kemi 57 vota, do t'jetë problem me opozitën, dhe natyrisht që e kemi diskutuar hapur që duhet të punojmë bashkarisht me opozitën dhe pikrisht këtë e kam bërë, duke diskutuar individualisht me deputet, sidomos nga Lidhja Demokratike dhe nga disa partitë të tjera më të vogla, duke diskutuar individualisht me partitë e komuniteteve jo shumicë dhe duke ardhur tek një konkluzion që 80 vota do të bëheshin pa asnjë problem. Pra, sikur unë të propozohesha, të kandidohesha si kandidatja e vetë me lëvizjes vetëvendosje dhe ta kishim një kandidat tjetër formal si që ka qenë gjithnjë, jam e bindur që sot do të kishim presidente, sot do të kishim qeverin Kurti, sot do të kishim gjithçka të paprekur dhe do të ishim duke diskutuar se si të kapitalizojmë nga përkrahja jashtëzakonisht e fuqishme e administratës Trump 2. Dhe sa më shumë që unë punoja me opozitën dhe siguroheshim që votat vërtet do t'jenë aty, dhe ju e dini e ka konfirmuar edhe vetë kryetari i LDK-s që nuk kam pasur qëndrim refuzues në raport me emrin tim, ka partitë të tjera që asnjëherë nuk kanë deklaruar publikisht që nuk do të marrin pjesë në rast se propozohet emri im, kur u qartësua që në fakt ka shansa që unë të zgjedhem, nga kryeministri Kurti më erdhi një vlerësim krejtësisht i ri, që ishte që grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje dhe ai personalisht nuk e përkrah kandidaturën time. T'ju them shumë sinqerisht, po megjithatë, siç ja kam bërë të qartë edhe vetë atij, unë as nuk jam e lidhur me këtë pozitë, natyrisht që e kam vlerësuar që është në dëm të interesit të shtetit tonë, pikrisht për shkak të momentumit që na u hap me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me një administratë që shumë prej të arriturave i lidh me relacionet ndërpersonale, që kjo nuk është hera e parë, dhe që kam vlerësuar që kjo do të krijonte një shkputje dhe një humbje të momentumit, por megjithatë e kam pranuar si fakt, e kam pranuar si të vërtet, dhe kam shpresuar që ne mund t'ja japim dorën njëri tjetrit, ta falenderojmë njëri tjetrin për bashkëpunimin e deri tanishëm dhe të vazhdojmë rrugët tona. Megjithatë, në ndërkohë pastaj u tentuan lloj-lloj manipulimesh. E para thuhej që kinse Vjosa Osmani, kinse unë i kam kërkuar kryeministrit. Para se shkojmë aty, sepse është shumë interesante, dua të kuptoj, nëse jam i qartë. Ka 3 momente, 3 faza që kalon rruga e presidencës ndërmjet Kurtit dhe Osmanit. Para zgjedhjeve ju ka thënë do vazhdojmë bashkë, jeni presidente më e mirë që Ulët Nisenit. Pas zgjedhjeve ju ka thënë ne kemi vetëm 57 vota, duhet punojmë me opozitën që t'i bëjmë gjithë votat për ju. Në momentin që u shpreh qartë Lumir Abdugjiku dhe tjerët nuk ishin kundër, heshtën dhe u siguruan votat, Kurti dhe grupi parlamentar erdhi dhe thanë ne jemi kundër emrit tënd. A kishte një argument, nëse isha i saktë në analizë, a kishte një argument të kryeministrit Kurti pse ndryshoi mendjen ndaj jush? Ndoshta do t'i them këtë në ndonjë moment tjetër, por kryesisht është lidhur me punën time në fushën e politikës së jashtme. Pra është shprehur që i duhet një president që fare nuk merret me politikën e jashtme. Çështje tjera më mirë nuk po i përmend, do të vi momenti edhe te kjo. Mirë po dua ta sqaroj edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës që përgjatë këtyre 5 viteve, në fakt jam që 5 vite e gjysmë këtu sepse isha edhe si UD presidente, kam bërë gjithçka me tërqenjen time që ta mbroj interesin e Republikës së Kosovës, kam zbatuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe jam marrë me politikën e jashtme atë sa janë marrë edhe presidentët e tjerë, pra nuk kam bërë diçka jashtë asaj që e parasheh Kushtetuta,
apo jashtë asaj që ka qenë praktik, sepse unë kam punuar 5 vjet edhe me presidentin Sejdiu, si shefe e tij e stafit, dhe të njëjtën e ka bërë edhe ai, me të drejtë, sepse ashtu e parashek kushtetuta. Dhe mos të harrojmë që këtë presidencë e ka ndërtuar presidenti Ibrahim Rugova si institucion të fortë, dhe unë e kam ndërmend talës si të tillë, dhe jo ta shndroj në një institucion inekzistent që nuk bën asgjë, që nuk i ushtron kompetencat kushtetuese, që nuk përfaqëson imazhin e Republikës së Kosovës, që nuk i mbron interesat e Republikës së Kosovës. Po 5 vite ka qenë mbrojtja e sovranitetit, e integritetit territorial e qytetarëve të Republikës sonë, peshur propagandën serbe në çdo institucion deri në Kombet e Bashkuara, duke i paraqitur para syve të botës krimet e Serbisë, përfshi edhe involvimin e Vučićit në to. Le të ma thot dikush si e pas ka dëmtuar interesin e Republikës së Kosovës kjo ndonjëherë. Zonja President, është vërtet që çdo president është marrë në politikë të jashtme, parashikon kushtetuta. Dhe nuk ka pas probleme me kryeministrat e kohës. Por për shkak të realitetit, asnjë kryeministër i kohës nuk ka qenë një farforme i izoluar, si që vetë zoti Kurti apo mbështetësit e tij e pranojnë me argumentin se ky njeri është i pashantazhueshëm dhe nuk bën pazare në kurriz Kosovës. Dhe logjika politike do, unë jam përfaqësuesi i shqiptarëve të Kosovës, mua më duhet një president që nuk flet anglisht, pra që nuk ju takon sepse do më takoni mua. Dhe dyshimet e tij se kryetarët e shteteve të shtetit të Kosovës kanë bërë dhe pazare me territoret. A jep kjo një farë logjike presidentit, kryeministit Kurti që ka qenë vetëm kundër jush, po duket? Ta sqaroj që jo vetëm për këto 5 vite e gjysmë, por asnjëherë gjatë angazhimit tim politik nuk kam bërë e as nuk do të bëj pazare në dëm të interesit të Kosovës. Në fakt ka ndodhur e kundërta dhe të gjithë aleatët tanë e din shumë mirë që kanë biseduar me mua, më kanë ftuar mua dhe më kanë takuar si presidente. E para për shkak se vërtet nuk kam bërë kur pazare, as në dëm të sovranitetit, as në dëm të integritetit territorial, as në dëm të kushtetutshmërisë së Republikës së Kosovës dhe parimit të unitaritetit të shtetit, por i kam mbrojtur ato me argumente që edhe ata i akceptonin. E dyta, për shkak se edhe kur nuk pajtoheshim me ta, unë i trajtoja përsëri si aleat. Asnjëherë duke tentuar t'i mashtroj, asnjëherë duke tentuar t'i manipuloj, asnjëherë duke u premtuar gjëra që nuk do të mund t'i mbaja më pastaj. Dhe aleatët, sikurse në jetë, në fakt edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, parimi më i rëndësishëm në këto raporte është besimi. Dhe ajo çfarë kemi arritur ne si president, si ekip, bashkë me ekipën time, është ta ndërtojmë besimin. Mos ta harrojmë edhe një fakt. Në Kosovë tradicionalisht presidentët kanë qenë shumë të angazhuar në politikën e jashtme se sa kryeministrat. Tradicionalisht. Pra, unë nuk do të thoja që ka qenë çështja e izolimit të kryeministrit, ka qenë thjesht zbatim i kushtetutshmërisë së Republikës së Kosovës. Dhe partnerët tanë, edhe në të kaluarën, qoftë për samite, qoftë për angazhime të tjera, e kanë ftuar presidentin e vendit. Natyrisht që ne kemi arritur që shkaku i këtij besimi të ndërsjellë që kemi arritur me aleatët, që t'i hapim dyert për Kosovën në forume në samite ku Kosova s'ka qenë ftuar kur. Llogariteni, Kosova është ftuar në samitin e NATO-s, pa qenë antare NATO-s, pa qenë në PFP, në partneritetin për paqe, pa e pasur statusin e vendit partner. Dhe kam qenë presidentja e vetme pa këto që janë ftuar nga presidenti Biden të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Washington DC. Jemi ftuar në bordin e paqes si një ndër shtetet ku kontributi i Kosovës është vlerësuar dhe Kosova është ngritur në piedestal, duke hapur një kapitull krejtësisht të ri të marrëdhënieve tona ndërkombëtare dhe duke fuqizuar subjektivitetin tonë ndërkombëtar, sepse aty jemi me shtete që nuk na ka njohur dhe Amerika na ka siguruar, na ka garantuar që fakti që ato shtete nuk na njohin, në asnjë moment nuk do të na vendos neve në pozitë të pabarabart, por do të trajtohemi si shtet i barabart, si shtet që nuk mund të na bllokojë askush. E llogariteni, ne për vite të tëra jemi bllokuar nga Rusia në Kombet Bashkuara, u bllokuam shkaku i Serbisë në Këshillin e Evropës. Pra kjo ka qenë një shans i jashtëzakonshëm që Kosova të prosperoj në marrëdhënie ndërkombëtare dhe të hap kapitull të ri me gjithë botën. Po në anën tjetër, kryeministri, edhe sipas gjykimit gjykatës kushtetuese, e udhëheq dialogun.
unë ja kam besuar plotësisht këtë udhëheqje dhe kam qenë presidentja e parë dhe e vetme që nuk ka dërguar përfaqësues të vetin në dialog. Edhe presidenti Thaçi ka pas përfaqësuesin e vet në dialog kur kryeministri Mustafa e udhëhiqte atë. Edhe presidentja Jahjaga ka pas përfaqësuesin e saj në dialog. Unë kam qenë vetmja që s'ka dërguar përfaqësues në dialog, duke treguar kështu besim të plot në kryeministrin. Përkundër faktit që shumë prej marrëveshjeve, shumë prej gjërave që i ka arritur atje, unë pastaj i kam kuptuar nga mediat. Përkundër faktit që shumë gjëra për të cilat ajo është pajtuar atje, e ka ditur paraprakisht që unë nuk pajtohem me ato qëndrime, por nuk i kam ndërhyr në punë, përveç rasteve kur ai ka kërkuar komente nga ana ime, dhe ato komente ja kam dhënë me shkrim, ja kam dorëzuar dhe ka ditur qëndrimin tim, edhe për nenin 7 të marrëveshjes së Brukselit, edhe për aneksin e Ohrit, edhe për statutin e asociacionit, për të gjitha këto sepse janë edhe publike, pra nuk ka arsye të Zonja President, ju po thoni se shumicën e informacionet mbi takimet e dialogut të kryeministrit Kurti në Bruksel, ju e keni marrë vesh nga media dhe nuk keni informuar. Tash ka pasur raste. Ka pasur raste kur ta zëm që ka dalë çështja në media dhe pastaj mirë, po në asnjë moment nuk e kam cenuar raportin ton në kontekstin që i kam dhënë mbështetje të plotë, edhe kur ka pasur raste që nuk jam pajtuar me pjesë të caktuara të marrëveshjeve të cilat ai ka pranuar ose ka shprehur gatishmëri për t'i pranuar në Bruksel, dhe këto vrejtje i din qytetarët e Kosovës sepse i kam shprehur. Ka një mungesë mbi atë çfarë është perceptimi. Ju po thoni se ka momente që unë kam pas rezerva, mos dakordsi mbi ato marrëveshje që ka pranuar kryeministri Kurti. Ato dihen në publik sepse janë deklaratat publike. Vetëm një sekond. Se e kam dhe për publikun, po dua të ngul pak këtu. Perceptimi në publik është se Albin Kurti është i pashantazhueshëm dhe nuk lëshon në dëm të Kosovës. Dhe ka refuzuar marrëveshje, dhe kjo është një prej arsyeve që dhe këtë gjë po e jep edhe militantët e VV-s po e shprendajnë. Dhe një prej arsyeve që ndërkombëtarë dhe në mënyrë veçantë presidenti Trump takon Vjosa Osmani është se Vjosa bën marrëveshje, Kurti bën prit. Jo, absolutisht. Perceptimi. Tani, ju thoni se ka marrëveshje për të cilat nuk kam qenë dakord. Ju po thoni se Albin Kurti ka rast që ka pranuar gjëra në marrëveshje me ndërkombëtarë që ju s'do i pranonit? Gjërat që i ka pranuar janë publike. Vrejtjet e mia në raport me to janë po ashtu publike. Ose më mirë se sa të them pranuar, ta përdor të djalshin, ka dhënë dakordsi, sepse pastaj ju e dini përfaqësuesi i jashtëm Borrell është deklaruar publikisht që me pajtimin e 2 palëve po e konsideron që marrëveshja është arritur dhe ajo marrëveshje pastaj është dërguar në Kombet e Bashkuara te sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, duke e konsideruar atë si quhet legally binding, pra ligjërisht e obligueshme. Ashtu e ka konsideruar BE-ja. Unë nuk po them që ne e kemi konsideruar si të tillë. Serbia e kontestonte, por BE-ja ka konsideruar si të tillë me pajtimin e të 2 palëve. Por një gjë ta sqaroj edhe një herë. Asnjë koncesion nga ana ime nuk është dhënë kurrë në takimet e mia, në diskutimet e mia, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me shtetet e tjera. Unë kam ndërtuar relacion të mirë, relacion besimi, por argumentet për ta mbrojtur Kosovën kur s'kan qenë më të fuqishme. Dhe do të mbesin të tilla, pavarësisht se ku do të jem në të ardhmen, këtë e din secili nga partnerët tonë. Dhe nuk mund ta gjej askush një njeri nga partnerët ndërkombëtar që i kemi takuar dhe i kemi pasur edhe i kemi interlokutor, që do të mund të dalë dhe të thotë Vjosa Osmani ka pranuar këtë koncesion, sepse nuk është e vërtet një gjë e tillë. Dhe gjithë këtë arritje që e kemi bërë për Republikën e Kosovës, ku sot administrata Trump 2, përkundër sfidave të së kaluarës, përkundër faktit që administrata Biden për 5 vite me radhë tëra çfarë kërkonte prej nesh ishin koncesionet, sidomos krijimi i asociacionit. Ne kemi arritur si presidencë përgjatë kontakteve të këtij viti, përgjatë bashkëpunimit edhe mbështetjes edhe të diasporës sonë, diasporës shqiptaro-amerikane, dhe punës me institucionet, me administratën Trump dhe rrjetit të ngushtë të presidentit Trump, që ta betonojmë qëndrimin e kësaj administrate pro sovranitetit të Kosovës, pro integritetit territorial të Kosovës, pro antarësimit të NATO-s. Kemi arritur që në takim me Rubio të flasim një nga një, ta bëjmë planin konkret për njohje të Republikës së Kosovës. Kemi folur se si do të arrijmë që Kosovën do ta fusim në NATO. Kemi folur për hapjen e kapitujve që të gjithë në tërësi
pa asnjë ekuivok, janë vetëm e vetëm në interes të Kosovës. Dhe të gjitha këto i kemi arritur. Me 0 cent lobim. 0 cent lobim. Zonja President, ju po thoni se asnjë kontrat lobim. Ju po thoni se asnjë koncesion, ta përfundoj të lutem. Asnjë koncesion. Dhe as nuk na është kërkuar, që është më e mira këtu. Nuk na është kërkuar asnjë koncesion, as në dialogun me Serbinë e as në raportet e tjera. Çfarë më bën përshtypje nga këto çfarë thatë? Ju po thoni se kjo administratë ka rënë dakord në shofuar në mbështetjes për antarësimin e Kosovës në NATO, për njëjët e reja, për marrëveshje dy palqe, pa i kërkuar Kosovës asnjë koncesion, ndërkohë që me administratën e mëhershme edhe për marrëveshjen e ujit ju përmendni asociacione. Absolutisht, dhe po ashtu është dakorduar që çdo dialog me Serbinë të jetë i përqendruar dhe i bazuar në njohjen reciproke. Dhe shumë e shumë gjëra të tjera, përkraja ekonomike për Kosovën, përkraja ushtarake për Kosovën. Mos të harrojmë që programi MCC Compact ka qenë arritur gjatë administratës Trump-ne, është rinegociuar pastaj ku do të shfrytëzohet ajo gjatë administratës Biden. Por kur erdhi administrata Trump 2, e shpallën të vdekur në një farë mënyre projektin MCC. Unë udhtova për Washington, u takova me të gjitha institucionet atje që vendosin për këtë çështje, diskutuam e argumentuam pse është në interes të tonin dhe të SBA-ve që të vazhdohet ky projekt. Dhe me njëherë pas një jave, unë njoftova zyrtarisht që Kosovës po i rikthehet mbështetja prej 200 milion euro në sektorin e energjisë, duke u bërë Kosova kështu vendi i parë dhe i vetëm në atë kohë ku MCC-ja vazhdon për ne. Pra edhe mbështetja ekonomike është e pakushtzuar, edhe mbështetja ushtarake ju besoj e keni parë, se si është rritur dinamizmi i bashkëpunimit as ushtarak gjatë administratës Trump. Pra, këta kapituj të bashkëpunimit janë hapur pa na u kërkuar as një koncesion, as në dialog me Serbinë, as për raporte të tjera të brendshme, as në ndonjë gjë tjetër. Pra, ky duhej të ishte sukses cilin e festojmë të gjithë bashkarisht, e jo sukses cilit dikujt i pengon. Unë e di që i pengon Serbisë. Mirë po nuk do duhej që Afria e madhe, me aleatin ton të lirisë, me aleatin ton të sigurisë, me uniformën amerikane që sot afër 400 kilometra të kufirit ton, akoma i ruan bashkë me policin ton, që kjo të jetë pengesë, këto unë nuk e kam pritur, asnjëherë në jetën time. Sepse unë kam qenë këtu në këtë zyrë si shefe stafit presidentit, edhe kur është shpallur pavarësia, edhe kur i kemi arritur njohjet, edhe kur i kemi ndërtuar këtë ushtri për herë të parë. Uniformat e para të ushtrisë sonë kanë qenë donacion amerikan. Policia jonë është ndërtuar nga Amerika. Çdo institucion që ekziston sot në Republikën e Kosovës e ka atë që quhet footprint, e ka shenjën dalluese amerikane. E deri tek veprimi i fundit, ku presidenti Trump nuk na la vet, por na fuqizoi, na ftoi në bordin e paqes, në një institucion që ka potencial të shndrohet në një organizatë ndërkombëtare me shumë konsekuencë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe ku edhe president të shteteve jo njohë, se mua më kanë thënë direkt, deri tani nuk e kemi shqyrtuar njohjen, por kjo ndryshon gjithçka. Pse qenë ka kjo në kundërshtim me interesin e Kosovës? Le të përgjigjet kushdo. Pse qenë ka gjithë ky pozitivitet, gjithë kjo dritare hapur për Kosovën në kundërshtim me interesin e Kosovës? Pse qenë ka kjo jo në interes Kosovës? Ju dyshoni se ka faktor politik, apo se kryeministri e dyshon se kjo nuk është interes Kosovës? Nuk do të hyj aty, besoj do të keni mundësi që të pyesni direkt. Unë kam parë një shqiptar të kryeministrit që ka postuar në kohën e bombardimit të Iranit, tani le të bëj presidenti Trump në një bord paqe tjetër, ishte edhe kundër bombardimit. Por ajo që më bën përshtypje, do dua të ngul këmbë tek narrativa që po krijon vetvendosje kundër jush, komplotin ndaj Albin Kurtit. Ju kishit njoftuar se nuk do jeni në Davos. Kishim komunikuar bashkë për një intervistë. Ndërkohë që kryeministri Kurti ishte në Davos. Ju erdhi një ftesë dhe u ftuat pa plan për në Davos. Pse duhet të shkoni ju në Davos, kur kryeministri ishte aty? Ftesa ishte për Kosovën apo ishte nominalisht për ju? Jo, ftesa ishte nominalisht me emër dhe mbiemër, dhe në fakt erdhi në 2:30 të natës. Ne nuk e kemi pritur që do të vi në ato momente.
Unë vërtet nuk e kam pasur asnjë plan që të udhtoj për Davos, mirë po në momentin që na është dërguar ftesa, shefja ime stafit ka qenë në komunikim me stafin e shtëpisë së bardhë dhe pyetja e parë që ua ka bërë ka qenë, meqense kryeministri është në Davos, a mund të vi ai? Ne nuk kemi pasur njohuri se çfarë ceremonie do të jetë ajo. Neve na ka ardhur ftesa, unë e kam publikuar ftesën duke e vlerësuar gjithnjë, përfshirët e tani, që është në interes të madh të Republikës sonë që Kosova të ftohet, mirë po nuk e kam pasur asnjë plan që të udhtoj për Davos. Vetëm pasi na është bërë e qartë që kërkohet në mënyrë eksplicite prezenca ime si presidente, vetëm atëherë kemi udhëtuar. Madje insistohej nga ana e administratës së SBA-ve që unë të udhtoj edhe më shpejt, mirë po unë nuk e anulova sepse atë ditë ishte përkujtimi i presidentit Rugova, përkujtimi i datës së vdekjes së tij dhe unë nuk desha që të mungoj atë ditë në Kosovë, prandaj kam shkuar në Davos shumë vonë diku rreth mesnatës, mos gabosha. Dhe ashtu edhe ka ndodhur, pra kjo ka qenë kërkesë eksplicite, ka qenë nominale dhe edhe ftesa për Washington DC, pastaj kur na është dërguar, na është komunikuar që nuk mund të transferohet. Unë kam qenë tërkohën në komunikim me këshilltarët më të afërt të presidentit Trump. Kjo është pyetja. Ju erdhi ftesa shumë vonë. Ju komunikuat me stafin e shtëpisë bardhë, informuat se atje është kryeministri, a mund të vijaj. Refuzimi erdhi dhe thash duhet të jeni... Nuk do ta quaja refuzim, nuk do ta quaja refuzim. Është nominale ftesa. Ishte nominale dhe ata kërkuan që t'jem unë aty. A kontaktuat me kryeministrin për ta informuar dhe për të thënë çfarë do bëjmë, për të konsultuar për këtë gjë, sepse është një gjë e re që ka të bëjë me pozicionin e Kosovës. Natyrisht që po, shefja ime stafit qysh atë natë, sa po kemi arritur. Në fakt ende pa arritur në Davos, sa ishim ende rrugës, sepse ishte rrugë e gjatë. Me një atë natë ka tentuar që të kontaktoj me stafin e kryeministrit. Nuk kemi marrë përgjigje atë natë, sepse kishte shumë pak orë para takimit. Ne ishim të ftuar në ceremoninë e nënshkrimit që të ishim në qendrën ku mbaj ceremonia qysh në orën 9 të mëngjesit dhe ne kërkuam që së paku të nesërmën shumë herët në mëngjes, pra para se të shkoja unë atje, të komunikojmë me kryeministrin që ta njoftojmë për aq sa kishim informata, se të shumë them sinqerisht, nuk kemi pasur informata për te i ftesës. Ftesa ka qenë publike, thjesht na është thënë në orën 9 duhet të jeni në këtë adresë dhe pastaj ju japim detaje tjera. Nuk kemi marrë përgjigje atë natë, të nesërmën na është komunikuar që kryeministri mundet vetëm në orën 9:30, por unë në orën 9:30 vetë se isha në ceremoni. Dhe pastaj kemi komunikuar disa herë në të pas asaj ceremonie, i kemi ndoa me stafin e tij materialet e nevojshme, por sa i përket Davosit, për këtë çështje ne kemi marrë edhe rekomandim me shkrim nga komandanti i FSK-s që të japim përgjigje pozitive sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në ISF, International Stabilization Force. Pra ka qenë edhe vlerësim paraprak, nuk është që kjo çështje është marrë kokë në vete, ka qenë vlerësim i përbashkët institucional, që është me rëndësi që Kosova të bëhet pjesë e kësaj. Dhe në fund, në mënyrë që ky antarësim të ketë legjitimitet të plot, unë qëllimisht e kam dërguar atë në kuvendin e Republikës së Kosovës për ratifikim, me njëherë pas konstituimit. Është fati keq që nuk është dërguar me njëherë për ratifikim, por po merr shumë kohë, por megjithatë besoj që do të ketë mundësi që shumë shpejt kjo çështje të përfundoj. Pra është proces të cilin kushtetuta qartë, jo vetëm që e lejon, por edhe mvesh presidentën me të drejtën që të negocioj antarësimin në marrëdhënie ndërkombëtare, por nuk është çështje që është bërë krye në vete, e mbi të gjitha është çështje që është në interes të Republikës së Kosovës, që është rekomanduar edhe vetë nga stafi profesional, nga njerëzit profesionist, nga komandanti i FSK-s, nga vetë ministrat të cilët publikisht e kanë përkrahur një gjë të tillë. Megjithatë po më thoni se nuk keni ulë sy me sy me kryeministrin për të biseduar dhe s'ka ardhur për të biseduar qoftë dhe një herë dhe vetëm për bordin e paqes.
e përmenda atë që po ata për ta thënë, ka tentuar shefja ime stafit, i kam shkruar edhe unë pastaj kur ka pasur mundësi që të diskutojmë edhe para takimit në Washington. I kemi ndarë të gjitha materialet me qeverinë e Republikës së Kosovës, i kanë materialet ku vendi i ka materialet, le t'i vlerësojnë se cili do ta ketë mundësinë që ta shprehë qëndrimin e vet, nëse dikush ka qëndrim kundër, ku vendi i Republikës së Kosovës do të jetë vendi ku do të mund ta shprehë atë qëndrim. Si presidente qëndroj në atë që e kam thënë gjithmonë. Kjo është një arritje strategjike për Republikën e Kosovës, është një arritje historike për Republikën e Kosovës, dhe nëse Kosova vepron mençur dhe dit ta ruaj këtë raport, do të mund të ketë të arritura të jashtëzakonshme. Zonja Presidente, në fakt, diçka ngeli pak e paqartë. Pak edhe për mua që besoj që kam qenë i informuar dhe kam munduar të marrë vesh çfarë po ndodh. Arsyet e refuzimit të emrit të Vjosa Osmanit për presidentin, kur ndërkohë e vetme kandidate që teorikisht edhe me deklarata publike kishte 81 deputet në sallë, ishit ju. Ndërkohë që ajo që ofroi zoti Kurti me argumentin se ju nuk i keni të sigurt atë SNI, ofronte vetëm 66. Kur jeni takuar për herë të fundit me Albin Kurtin dhe kur ka thënë jo në prerë argumentin, dhe a e keni kushtëzuar kryeministrin Kurti për rikandidimin tuaj? Absolutisht nuk e kam kushtëzuar asnjëherë. E tëra që kam kërkuar apo më mirë them propozuar është që të mjepet një shans që të shkojmë në sallë dhe ta provojmë. Ta shohim sa deputet po mblidhen, me qenë se unë kisha nga diskutimet individuale me deputetët, kisha garanca prej tyre se ata nuk do të bojkotojnë, sepse llogaritën i tash deputetët e Kuvendit të Kosovës e kishin ngritur dorën dhe kishin marrë pjesë në votim edhe për Slavko Simiqin, një nënkryetar për cilin ka edhe akt akuzë për shkelje të rendit kushtetues. Dhe ata nuk donin deputetët që ta bojkotonin Vjosa Osmanin. Dhe natyrisht që kishte një pozitivitet, një qasje pozitive, dhe unë isha e bindur që bëhen numrat. Por edhe si kur mos të bëheshin, unë tëra çfarë kërkoja ishte që të shkojmë deri në sallë dhe ta provojmë. Ajo nuk do të na dërgonte automatikisht në zgjedhje. Thjesht do ta shihnim, nëse janë 79, gjë që nuk do të ishin, ju siguroj, do të ishin më shumë se 80. Por edhe si kur të ishin në një rast kështu të paparashikuar, ne prap nuk do të shkonim automatikisht në zgjedhje, do të mund të tërhiqeshim dhe pastaj të provonim me kandidatë të tjerë. Çfarë ndodhi në fakt ishte që prapa shpinës sime punohej me shumë kandidatë të tjerë. Dhe unë e kuptoja nga televizioni që po punohet me kandidatë të tjerë, përderisa mua më thuhej provo me i bind opozitën, dhe kur deputet të caktuar të opozitës mua më thanë që do të rinë në sallë dhe ai ishte numri i mjaftueshëm, pastaj mu kërkua që t'i bëj 85. Pra gjithmonë ngritej kushti, edhe pse një gjë e tillë nuk është fare nevojshme, 80 janë të mjaftueshme, por asnjëherë asnjë kusht, ta sqaroj. Po thuhet që kinse unë i kam kërkuar garancë kryeministrit për 80 vota, nuk është e vërtetë. Nuk i kam kërkuar atij garancë. Kam kërkuar përkrahjen e tij, dhe natyrisht që unë punoja edhe me opozitën që ta arrim atë 80 në sallë dhe përkrahjen e 66 deputetëve të koalicionit. Pra, kjo është çështja. Pastaj thuhej që ke kërku që me i dhënë LDK-s ministri. Kjo është një gënjeshtër. Kur nuk i kam kërkuar askujt që qoftë LDK-s, qoftë partive tjera t'ja jap ndonjë ministri. Kur s'kam kërkuar që të bëhet ndonjë koncesion as me deputet individual, as me deputet të komuniteteve, jo shumicë. Kam kërkuar thjesht të flasim me ta dhe t'u shpjegojmë pse është në interes të Kosovës që na njihnin në publik dhe në popull si binom i shpresës, që ky binom i shpresës ta vazhdoj punën e përbashkët, sepse rizgjedhja ime si presidente do të nënkuptonte edhe vazhdimin e qeverisë, vazhdimin e sigurt, pa asnjë pengesë, të vetme, por me sukseset të plota, me sukseset të shumta. Pra, nuk i kam kërkuar asnjë kusht, asnjë koncesion, dhe pastaj kur thuhej që i ka refuzuar në nënshkrimet, jo, nuk kam refuzuar unë nënshkrime. Çfarë më është thënë, diku 2 net mos gabofsha para skadimit të afatit, 2-3 net, ishte
Dhe kjo ishte pasi mu komunikua mungesa e përkrahjes nga ana e kryeministrit, dhe po flas për mungesën e përkrahjes së atyre 57 votave. Mu tha eja dhe futu si kandidate vetëm formalisht, si oponente e zotit Konjufca, me cilin unë kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, dhe ta shohim se si po rjedh, por unë kur i pyeta pse kemi nevojë, unë dhe zoti Konjufca jemi kundërshtar. Kënde përkrahni ju, e kam unë përkrahjen tuaj në një votë të tillë. Natyrisht që një përkrahje e tillë nuk më dha, sepse unë jam president e Republikës dhe do të ishte absurde që unë të futem në një garë të tillë thjesht sa për një kriter formal, sa për sy e faqe, sa për të tentuar të bëhet një quorum, por asesi për të zgjedhur, asesi për ta marrur përkrahjen. Pra nuk ka pasur të bëj kjo me refuzim të nënshkrimeve, por refuzim të një keqpërdorimi do të thoja edhe të integritetit të këtij institucioni, se unë nuk kandidoj nga rruga, por kandidoj nga ky institucion të cilin e kam drejtuar që më shumë se 5 vite. Pra unë nuk mendoj që është dashur që të bëhet një lojë e tillë me institucionin në radhë të parë. Harrojeni emrin. Kushdo që është këtu në këtë institucion, ti thuhet nesër pas nesër. Eja dhe kandidohu vetëm sa për formalitet, unë besoj që e dëmton institucionin në vetvete pavarësisht se kush është individi. Pra nuk janë vendosur kushte, nuk është kushtzuar asgjë, kur më është bërë e qartë që nuk më përkrahin mua, ju kam uru suksese dhe në fakt kam besuar deri në momentin e fundit që do të arrihet një marrëveshje me SPO njërën prej partive që janë në kuvend, dhe planet e mia, ashtu si që ja kam përcjellur lëvizjes vetëvendosje, ka qenë që t'ja bartë detyrën me përgjegjësi të plot presidentit të ardhshëm, por edhe të jem në dispozicion për ta ndihmuar me aq sa mundem pas përfundimit të mandatit tim. Pra kjo është e vërteta, nuk ka pasur ndonjë kushtëzim. Nuk keni kushtëzuar, por me çfarë favori po them për ju kërkua që ju të ishit kandidator dubluese Glauk Konjufcës që të bëjë korumi dhe ai zgjidhej president. Çfarë ju ofrua ju në këmbim të kësaj? A është vërtet që ju është ofruar posti i ministrit të arsimit? Janë diskutuar këto gjëra, unë e kam bërë të qartë që nuk është çështja e postit, nuk është çështja e pozitës, sepse unë mund ta ndihmoj vendin tim edhe nga pozita e ish-presidentës, pozitë që do ta mbaj nga data 5 prill e tutje, sepse ka mënyra të ndryshme që ta ndihmosh vendin tënd. Pra nuk është që mua më duhej një pozitë do e mos. Arsyeja, siç e përmenda, janë 3 pse kam shpresuar që ta kem përkrahjen. Ishin e para vullneti i qytetarëve të Kosovës, e dyta zotimi vetë kryeministrit para disa muajsh, sepse unë nuk do të dilja në publik pa një zotim të tillë. Dhe e treta ishte ky momentum i jashtëzakonshëm dhe do ta quaja historik që u hap me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdimësia e të dyja institucioneve, vetëm sa do ta betononte këtë relacion me Amerikën, nga i cili do të përfitonte e gjithë Kosova, pavarësisht a është dikush kryeministër, a është ministër, a është president, përfitojnë qytetarët e Republikës tonë në një mënyrë që do ta fuqizonte subjektivitetin tonë ndërkombëtar, aq sa ne nuk do të kishim më probleme dhe më në fund do të mund të fokusoheshim në çështje krejt tjera, siç edhe fokusohen shtetet tjera që si kanë sfidat me cilat ballafaqohemi ne. Zonja president, unë kam ndjek qëndrimet e disa personazhe publike në Tiranë, edhe atyre analistëve popullor që janë afër djathtës, po them dhe ish diplomat, atyre këtu që janë me Kurtin dhe e shikojnë Ramën si tradhtar, ka një konspiracion që kanë gjitë edhe në Tiranë deri diku te pjesë e militantëve të djathtë dhe në Prishtinë tek pjesa e militantëve të VV-s. Se kishte një konspiracion ndërmjet Vjosa Osmani dhe Edi Ramës, dhe ju e ftuat në Rama këtu, që ai të siguronte votat e PDK-s, ndërkohë që nuk u asiguroi dot. Gjithashtu, qëndrimet e mia, por edhe të shumë kolegëve të huaj ndaj zotit Ramën në raport me Kosovën janë publike dhe në gjykimin tim ai ka qenë një dëmtues i jashtëzakonshëm dhe vazhdon të jetë dëmtues i jashtëzakonshëm me interesave të Kosovës. A ka pas një afrime të Vjosa Osmanit me Edi Ramën në këmbim të ndihmës votave nga PDK-ja?
këto konspiracione, aq sa janë absurde, janë po ashtu të rrezikshme. Janë absurde sepse të thuhet për një presidente që e tëra që ka bërë përgjatë këtyre viteve në presidencë është mbrojtja e Republikës së Kosovës, shpërfaqja e qëndrimit të Serbisë si agresor, shpërfaqja e krimeve të Serbisë dhe shpërfaqja e fytyrës së vërtetë të Serbisë në mënyrë që bota ta kuptoj se kush janë ata dhe ta rrit përkraje në raport me ne. Dhe tani të barazohem me Vučićin, kjo po e them është e rrezikshme sepse ka rezultuar edhe me thirrje publike për pushkatim sot, gjë që siç e dini gjua e tillë linquese në vitet e pas luftës në Kosovë ka rezultuar me më të keqen. Natyrisht që këto konspiracione, këto shpifje, këto sulme në asnjë moment nuk do më zbrapsin. Por i ftoj qytetarët e Republikës së Kosovës. Ndjeni e kërcënuar nga ky mesazh sot në kjo thirrje, po kjo analogji që në Turqi pushkatohen? I kemi kërkuar në institucioneve të rendit që të merren me këto kërcënime, nuk është e vetmja, dua ta them që nuk është e vetmja. Mirë po sikur këta njerëz ta shfrytëzonin vetëm 10% të kësaj urrëtjeje, të kësaj energjie negative, të këtyre sulmeve, që në fakt të merreshin me Serbinë, jo me presidentën e Republikës së tyre, të zgjedhur nga vota e popullit dhe e konfirmuar në parlament. Por sikur kjo energji, sikur këto sulme në fakt të drejtoheshin në raport me Vučićin nga presidenti i Serbisë, i cili kreu akt agresioni edhe sfundi ndaj Kosovës, jo vetëm nuk i ka fajet vetëm të viteve të 90-ta, por edhe të ditëve të sotme, Kosova do të arrinte shumë. Por për fat të keq kanë gjetur gjuhën e linçimit pa asnjë argument të vetëm. Unë i bëj thirrje që të gjithëve, nga kryeministri deri tek deputeti i fundit, le t'i paraqesin faktet. Ku i keni faktet? Ku i keni dëshmitë që presidentja e Republikës së Kosovës është involvuar në ndonjë lloj komploti, në ndonjë lloj skenari, e aq më pak me kryeministrin Rama. Raporti im institucional me kryeministrin është i tillë. Dihen dallimet që i kemi pasur me të, akoma qëndroj në çdo milimetër në qëndrimet që i kam thënë edhe për Open Balkans, edhe për çështje të tjera. Por ne si Republika e Kosovës kemi qenë këto vite në një situatë sfidash të mëdha. Na janë dashur aleat të Kosovës. Llogariteni kur unë vizitoja vende të ndryshme në botë dhe filloja të flisja për Serbinë. Dhe sa po heqim nga Serbia, gjë që është e vërtetë. Dhe përgjigja që merrja ishte kjo: po mirë me Serbinë, po me Shqipërinë çka patët? Si është e mundur që me Shqipërinë nuk ja kaloni mirë? Dhe momente të tilla duhet ta bëjnë secilin lider të reflektoj. Dhe ne kemi bërë pikrisht këtë. Bashkëpunimi im me kryeministrin Rama, me presidentin Begaj, me ministrat e qeverisë dhe me çdo institucion është institucional dhe vetëm në interes të Kosovës. Ne flasim para samiteve, si samiti i NATO-s që ishte, sepse ne si jemi antar i NATO-s. Zënja presidente, shumë çka tjetër, por komplote unë nuk kam bërë kur në jetën time, komplotin e ka bërë dikush tjetër kundër meje, dhe koha do ta dëshmoj të vërtetën, por edhe një herë i bëj ftesë që të gjithëve, atyre që kanë tentuar që të manipulojnë me të vërtetën dhe të fillojnë këtë gjuhë të linçimit publik deri në thirrjet për pushkatim. Le të paraqesin fakte, por nuk do të munden, sepse nuk ka. Ato janë zero. Komplotin e ka bërë dikush tjetër. Albin Kurti? Nuk do të, po e them, fuqi tjetër nuk ka, ose ju me Ramën ose Kurti ndaj jush. Koha do ta dëshmoj të vërtetën, për aq sa jem gjallë, jo vetëm për aq sa jam në politikë, do t'ja kushtoj mbrojtjen të kësaj të vërteteje. Sepse për 5 vite e gjysëm kam mbrojtur me tërqenjen time, jo vetëm Kosovën, por edhe këtë qeveri. Sa herë është sulmuar, e kam mbrojtur, sa herë është anatemuar, i kam arsyetuar veprimet, natyrisht që ne nuk jemi i njëjti person, natyrisht që kemi taktika, strategji të ndryshme, por e kam thënë gjithnjë,
kemi qëllimet e njëjta, që të mbrohet sovraniteti, që të luftohen bandat, që të arrihet më e mira për Republikën e Kosovës dhe kam argumentuar pse veprimet të tilla duhet ta kenë edhe mbështetjen e aleatëve tanë. Dhe kjo i ka sjellur vetëm të mira Kosovës. Pra llogariteni kur për dikë që ka qenë aleati tyre i ka ruajtur si sytë e ballit për më shumë se 5 vite e gjysmë, ndërtohet një propagandë e tillë deri në thirrje për pushkatim. Llogariteni se çfarë do t'i bëhet të tjerëve. Megjithatë, zënë Presidente, unë duhet ndaloj tek një moment. Kur homologët perëndimor, takime ndërkombëtar, ju thonin mirë me Serbinë se kuptojmë, po pse problemi edhe me Shqipërinë? A ka sëruar ndonjëherë Presidenti Osmani këta homologë perëndimor se Shqipëria ishte i pari vend që i vendosi sanksione Kosovës? Kam parasysh për qeverinë Rama, anullimin mbledhjes të dy qeverive. Ne në çdo takim, në të kaluarën më shumë ka pas fokus, po ju them sinqerisht, te këto dallimet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kohëve të fundit, për shkak se ne koordinoheshim paraprakisht, ta zëm për të kërkuar heqjen e masave ndaj Kosovës, koordinoheshim paraprakisht që të kërkohet antarësimi i Kosovës në NATO, koordinoheshim paraprakisht për gjëra të tjera që janë interesin tonë, si ta zëm dhënia e statusit kandidat. Nuk vreheshin dallime kohëve të fundit në deklarimet tona në samite, rrjedhimisht edhe partnerët tanë më nuk diskutonin tema të tilla. Në fillim, siç e thatë edhe ju me të drejtë, me qenë se dallimet tona kanë qenë publike, ju e dini, unë i kam thënë ato gjëra edhe në Shqipëri, edhe në Parlamentin e Shqipërisë, edhe në Kosovë, natyrisht që ka pasur më shumë pyetje, por prej kur Kosova duhet ja mbyll derën Shqipërisë? Kryeministri Rama ka kërkuar takim zyrtar për datën 16 shkurt, edhe me mua edhe me kryeministrin Kurti. E kam pritur zyrtarisht. Por në fakt derën ja mbylli Shqipëria Kosovës. Ishte zoti Rama që anulloi mbledhjen e dy qeverive. Nuk do të kthehem te ajo. Të njëjtën kohë, të njëjtën ditë e ka pritur edhe kryeministri Kurti, e ka pritur me tepih të kuq, e ka pritur me të drejtë, me ushtri, dhe do të thotë, nëse flasim për afërsi, ata njihen shumë më gjatë me njëri tjetrin. Janë shumë më të afërt edhe në aspektin ideologjik, edhe në aspektin partijak, edhe kanë bashkëpunuar për vite me radhë, nuk e di saktësisht sa, por minimum 2 fish më të gjatë e kanë bashkëpunimin, sësa që unë kam ndonjë bashkëpunim me kryeministrin, i cili po e ritheksoj është institucional, ashtu si që është me presidentin Begaj, me cilin po ashtu koordinohemi vazhdimisht. Dhe tani çfarë thuhet nga propaganduesit? Thuhet që në një takim në New York, kinse edhe unë edhe presidenti Begaj kemi lobuar për rrëzimin e Kurtit. A ka absurditet më të madh? Ai takim ka qenë në shtator, ku ne jemi ftuar në emër të sekretarit të thesarit Besent, të përfaqësuesit special të presidentit për misione speciale, dhe ka qenë një person i tretë që udhëheq bankën për eksporte dhe importe. Pra, ka qenë një treshe që ka organizuar takimin dhe jo vetëm me ne. E gjithë Evropa juglindore ka qenë aty. Dhe unë jam konsultuar paraprakisht edhe me presidentin Begaj, edhe me përfaqësuesit e Kroacisë, të cilët i kemi po aq aleat, dhe ka qenë vlerësimi i përbashkët që nëse mungojmë, mund të keq kuptohet se ajo është quajtur tryeza Amerik-Evropë juglindore. Dhe në New York, në tokë amerikane, ta refuzosh pjesëmarrjen, është absurde, por kjo ka ndodhur në shtator, dhe aty ka proces verbale të ambasadorëve tanë të cilët kanë qenë prezent. Aty është diskutuar ekskluzivisht për bashkëpunimin e potencialin ekonomik të secilit shtet. Unë kam arritur të shkoj tek në fund të takimit, pra s'kam qenë as 10 minuta aty, mirë po të gjithë ata që kanë marrë pjesë aty, mund t'ua konfirmojnë se sa absurde është një ide që kinse aty do të thotë edhe Kroacia, edhe Bosnia-Hercegovina, edhe presidenti Begaj e unë pas kem diskutuar për ndonjë poq. Kjo ka qenë shtator. Pra aja pas në organizuar pas shtatorit unë puqin zotit Kurti duke ja dhënë datën 28 dhjetora, duke ja hequr masat Kosovës, duke i sjellur Kosovës njohje ja pas në organizuar puqin, duke vizituar komunat e Republikës së Kosovës që udhëhiqen edhe nga vetëvendosja ja pas në organizuar puqin.
duke pritur diasporën e Republikës së Kosovës, ja pas në organizuar puqin? Në qoftë se të gjithat këto konsiderohen puq, por i kthehem të ajo që e thash më herët. Kur aleatja më e fuqishme e tyre trajtohet kështu, llogariteni të tjerët. Është për keqardhje dhe sepse secili prej nesh në këto momente do duhej të mbronim institucionet e Republikës së Kosovës e jo të bënim thirrje për pushkatim të presidentës të bazuar në gënjeshtra të pastra. Kosova mund shkoj sërish në zgjedhje. Herë në parë u bindën se ishte faji opozitës nuk dha asnjë lloj konsensusi. Kësaj radhe ishte i opozitës apo i qeverisë? Nuk më takon mua sepse unë jam mbi palët që të bëj fajsime të tilla. Për shkak se përgjegjësia ka qenë e të gjithë 120 deputetëve të Republikës së Kosovës që të arrijnë konsensus për një president të Republikës, cili do që do të jetë ai. Tani kanë kohë për shkak të masës së përkohshme për të cilin po e përsëris nuk e paragjykon në asnjë mënyrë se cili do të jetë vlerësimi i kushtetutshmërisë së dekretit, por kanë kohë që të ulen, të dakordohen. Unë ju uroj shumë suksese në një dakordim të tillë në qoftë se e arrin. Megjithatë, ne duhet të presim se çfarë do të vendos gjykata kushtetuese. Po e përsëris, kam besim të plot që ka mbrojtur kushtetutën dhe vetëm kushtetutën e Republikës së Kosovës, ka marrë parasysh analizat e shumë juristëve të cilëve ju besojmë që një kohë të gjatë lidhur me këtë vlerësim dhe tani është herët të paragjykohet në qoftë se vërtet do të ketë zgjedhje apo jo. Megjithatë, zënia e presidentit e Kosovës sërish po hyn në ngërç. Ka një masë të përkohshme deri me 3 mars. Afati i zgjedhjes presidentit ka mbaruar. Nuk paragjykohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në rast se gjykata kushtetuese konsideron të ligjshme ato çfarë keni bërë, shkohet në zgjedhje. Jemi rikthyer eksakt ku ishim para një viti. E kujt është përgjegjësia? Po e them, nuk më takon mua si presidente, unë jam e bindur që qytetarët gradualisht do ta kuptojnë të vërtetën, po ashtu do ta kuptojmë që jemi në këtë moment pas një nevojë. Kosova ka mundur të ketë president, Kosova ka mundur të ketë vazhdimsi të punëve të mira, fatkeqësisht nuk ka pasur vullnet për një gjë të tillë, nuk dua ta drejtoj gishtin e përgjegjësisë, jam e bindur që qytetarët do dinë ta marrin vendimin më të mirë të mundshëm. Për çka edhe kam besuar që në raste të tilla, ashtu siç edhe parasheh Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe shumë analiza të kësaj kushtetute përfshirë edhe nga hartues të saj, që kur ka bllokadë institucionale, duhet të kthehemi te zëri i popullit, sepse ashtu zhbllokohet situata e jo të krijon zvarritje siç e kishim vitin e kaluar, që për fat të keq ishte një vit i tërë i humbur për Republikën e Kosovës. Besoj dhe shpresoj që shumë shpejt të kemi një zgjidhje, po e përsëris, kushdo që do të vijë në këtë zyrë pas meje do ta ketë mbështetjen e plot, do ta ketë përkrahjen e plot dhe do ta ketë bashkëpunimin e plot në mënyrë që të sigurojmë vazhdimsi të punëve të mira të këtij institucioni. Jemi në fund duke parë sot narrativin e zyrtarëve të lartë të VV-s që ne jemi të gatshëm që t'ja japim opozitës, ka një lloj tërheqje sepse kësaj radhës nuk po e bin në opinionin se është opozita shkaktare e bllokimit. Dhe masën e përkohshme që dhe e diskutuam, është akoma emri Vjosa Osmanit në tavolinë për president apo jo keni mbyllur këtë cikël? Mua ma ka bërë të qartë partia kryesore që nuk e përkrah kandidaturën time dhe në aspektin matematikor është e pamundur që të rizgjedhësh president pa ato vota të koalicionit qeverisës. Po nëse pas kësaj një farë tronditjet në opinion të zotit Kurti, kur shikoj që ka një tërheqje dhe rikthehet tek emri juaj, ju jeni e gatshme apo e keni mbyllur këtë gjë? Nuk shoh që mund të ndodh një gjë e tillë pas gjitha atyre që mi ka thënë në takimet paraprake, por po e përsëris që Kosova ka pasur mundësi ta ketë presidentën e vet, ta ketë qeverinë dhe të ketë punë jashtëzakonisht të mira në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Është fatkeqësisht një mundësi e humbur për Kosovën. Për ne si njerëz nuk ka asnjë rëndësi se çfarë ndodh, sepse liderët vijnë e shkojnë
ne duhet të mbrojmë këto institucione që janë ndërtu me gjak e me shumë mund, të sigurohemi që i mbrojmë ato mbi gjithçka, pavarësisht dallimeve që i kemi, të sigurohemi që edhe kur kemi interpretime të ndryshme kushtetuese, këtë ta pranojmë si fakt demokratik e jo si një hapje të kapitujve të linçimit publik, sepse nuk na ka hije si shtet e si komb që ka sakrifikuar shumë që ta kemi lirinë të cilën e gëzojmë sot. Sepse liria nuk është e plot në qoftë se përdoren linçime të tilla dhe bëjnë thirrje për dhunë politike, pra dallimet në mendime do duhet të ishin normale në një demokraci. Po e them sërish, këtë institucion e ka ndërtuar presidenti Ibrahim Rugova. Si institucion të fortë, si institucion që e mbron demokracinë, si institucion që e mbron kushtetutën, dhe si institucion që i mbron aleancat, e në veçanti aleancën e shenjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e kam bërë dhe si të tillë do ta lë me 4 prill. Edhe çfarë do bëni pas 4 prillit? Do të bëj atë që është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. E keni si opsion rikthimin në partinë ku në një farë formë ju rritin në LDK? Do ta shoh se cili është interesi më i madh i Republikës së Kosovës në këto momente. Kjo do të determinohet edhe nga zhvillimet e tanishme. Siç e përmenda, ne derisa po e japnim këtë intervistë edhe erdhi vendimi për masë të përkohshme, ajo jep pak kohë për t'u sqaruar gjërat dhe përfundimisht gjykata do ta marrë vendimin e vet. Unë do ta kryej detyrën time me nder si presidente e Republikës së Kosovës deri me datën 4 prill. Pas kësaj do ta bëj një vlerësim të ri se çka në momentin konkret është vërtet në interes të Republikës së Kosovës dhe në bazë të këtij dhe vetëm këtij kriteri do ta marr vendimin për rrugën përpara. Çfarë do të thotë se do të jeni aktive në politikë? Çfarë do të thotë se do të shoh mundësinë më të mirë që ta ndihmoj Republikën që të ecë përpara. Se cila do të jetë ajo mundësi, varet shumë nga rrethonat. Ju e dini që politika nganjëherë është e paparashikueshme, thjesht duhet ta japim kontributin tonë me tërqenjen tonë dhe ta kemi interesin e vendit si parsor. Kjo është më e rëndësishmja. Zonja Presidente, faleminderit. Faleminderit juve. Ka qenë kjo intervista ekskluzive me zonjën Vjosa Osmani, Presidente e Republikës Kosovës, mbi zhvillimet e fundit në Kosovë, ku Kosova sërish mund të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë natën e mirë.